Nafta në Shqipëri gjithmonë ka qenë problem për shkak edhe të pjesës së furnizimit, duke qenë se disa kompani kanë kontroll të saj. Pra në një farë mënyrë kemi një oligopol ku disa nafta apo shitja e naftës përqendrohet tek disa kompani. Por nga ana tjetër ne mund të themi që tregu i pakicës është i lirë, sepse ne zgjedhim ku të blejmë, zgjedhim cilësinë, zgjedhim po ashtu edhe çmimin. Problematika kryesore qëndron tek taksat e shtetit, sepse nëse ne krahasojmë diferencën e çmimit të naftës para le të themi luftës në Iran mes Shqipërisë dhe Kosovës, ka qenë rreth mbi 50 lek, pra 50 deri 60 lek, ndërkohë që sot ka zbritur në 30 deri në 40 lek, që do të thotë edhe vetë marzhi i kompanive në Shqipëri në fakt është ulur, por diferenca krijohet përkatësisht dhe pikërisht për shkak të taksës së qarkullimit e cila është shtesë në Shqipëri. Dhe pastaj mos harrojmë që taksës së qarkullimit, siç edhe akcizës, i shtohet edhe vetë vlera e TVSH-s, që në kupton që kemi përpasoj dy fish taks. Kjo ndodh dhe në vendet e tjera, por vlera e TVSH-s shtohet vetëm mbi taksën e akcizës, duke qenë se taksa e qarkullimit nuk ekziston në formën atë valorant siç ndodh në Shqipëri, që e kemi në litër për karburantin.